Kryetarja KLP-s, absolutisht nuk jam dakord, është e papranueshme që KLP-ja akoma nuk ka, sot e 3 vite kusur që ne kam bërë hartën territoriale, nuk ka asnjë lloj studimi se si po shkon kjo ecuri. Pra një lloj krahasimi me çka ka ndodhur. Ne nuk e kuptuar në gjenezë që gjithë ajo ka qenë thjesht për të sjellë prokurorët të jenë afër shtëpisë tyre në Tiranë. Asgjë më tepër s'ka ndodhur sepse gjithë sistemi tjetër është ka kaluar në kolaps dhe që është bërë punë çorap. Nuk po të shkosh sot dhe për prokurorit përveç dosjeve të marta, dosje pa pajtrajtura, dosjet që i kanë rënë mrapa dollapeve që nuk i gjejmë, shikon njerëz me masa sigurimi mbi 3 vite kusur, rivazhdojnë detyrim paraqitje për detyrim paraqitje mbi 3 vite. Kjo është e papranueshme në një sistem që ta quanim elitar. Një gjë tjetër që është sot më e papranueshme, ka shumë që do t'i them fjalën tim, por sot gjerasin sepse kam pas prokurorët dhe i drejtohem KLP-s, duhet të rrisin eficiencën mbi ato që ndodh në këtë vend. Dhe një ngjarje tjetër rënd që ndodh sot në këtë vend, në vend se prokurorët fillojnë të arrestojnë avokatët në sallat e gjyqit, gjë më shëmtuar që mund të ndodhë në shtetin e drejtës, ku prokurori duhet të jetë në të njëjtin krah përballë në të njëjtin nivel me avokatin, do të kundërta, duhet merr kryesisht me të arrestuar këta. Sot kjo është një foto që ndodh sot në spitalin onkologjik. Shikoj ku i marrin njerëzit ku i marrin. Për këtë do të hyjë prokuroria të vetë operoj kryesisht. Janë duke i marrë nëpër barrela, nëpër karroca, nëpër karrike, për dhe duke i marrë ndihmë mjekësore dhe duhet të shikojnë mbi raportin e KLSH-s, atë të shikojnë çka ka ndodhur me këtë sistem. Si po vuajnë këta njerëz, kjo është ajo që ndodh sot në Shqipëri dhe jo të merr me arrestimin e avokatësh.